Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës është shoqëruar me debate pasi këshilltari i Partisë Demokratike Dorian Teliti ka kërkuar sqarime mbi mënyrën se si po funksionon bashkia, teksa Erion Veliaj vijon të ngelet në burg. Teliti gjatë fjalës së tij citoi një deklaratë të kryetares së komanduar Anuel Aristani, ku sipas tij ajo shprehur se nuk duhet t'i kërkojnë llogari pasi ajo nuk është kryetare e zgjedhur. Mëtej shtoi se Veliaj po ndërmerr akte nga qelia e burgut. Por do diskutoj ky këshill mbi çfarë ndodh në Bashkinë e Tiranës. Morët një projekt vendim të njëanshëm, të cilin e votuam dhe ne. Po më dërmoi një projekt vendim të njëanshëm që e nxorët nga dera kryetarin e bashkisë, po e futët nga dritarja. Tani ky këshill duhet të fusi urgjentisht të rendit ditës. Të mbaroj së ndërpreva. Të mbaroj lutem mos ndërprit. Rendi ditës i pari duhet të ishte si po ecin punët Bashkinë e Tiranës. Po të kemi palë të përgjegjshme në të këshill. Gjëja që duhet bërë është diskutohet çfarë po ndodh në Bashkinë e Tiranës. Kemi deklaratë kryetares në detyrë në mbledhjen e fundit, e cila tha unë s'jam kryetare e zgjedhur, tha mos kërkoni mua çdo gjë llogari. Dhe ka thënë këtu mbledhja e këshillit. Tani kemi një vendim gjykatës kushtetuese. Kemi edhe ca akte të ndërmarra nga kryetari i bashkisë që nuk është fizikisht në detyrë. Siç është shkresa e dalë për dekorimin e Tiranës. A mund ta dim si po menaxhohet kjo bashkia? A mund të marrim informacion për të pjesë? A mund të diskutojmë se kush është ekzekutivi i kësaj bashkie? Çfarë kërkojmë? Transparencë. Por kërkojmë atë që s'është bërë kurrë në 2 vite e gjysmë. Dhe cilën ju bëni çmos ta mohoni. E përcaktoni vetë rendin e ditës, e caktoni vetë orarin e mbledhjes, nuk e respektoni orarin e mbledhjes, fusni rendite akte që s'ka kaluar në komisione, ja hedhur poshtë komisione, por kjo është përgjegjësia para juaja. Nuk është përgjegjësia as kujt tjetër. Ju dëgjoni të tjerët, merrni urdhra nga të tjerët, po përgjegjësia është e juaja. Kryetaria e komanduar Aristani tha nga ana tjetër se sipas saj, asnjë proces nuk është penguar dhe se shërbimi ndaj qytetarëve po vijon normalisht. Mendoj që kjo është një përgjigje ndaj diskutimit plot patos që filluam këtu. Gjërat po menaxhohen dhe po ecin pajagi mirë për kushtet në të cilat jemi duke punuar. Këshilltarët e majtë të Këshillit Bashkiak të Tiranës me në krye Halit Valterin, ish deputet i Partisë Demokratike, kanë kërkuar që kryebashkiaku i arrestuar Erion Veliaj të ishte prezent në mbledhjen e kësaj të premteje. Në pamundësi për të qenë prezent fizikisht, kërkuan që Veliaj të ishte prezent online. 2 prokurorët Olz Dado dhe Altin Dumani e refuzuan kërkesën që Veliaj të ishte prezent për të diskutuar për buxhetin e Tiranës për vitin e ardhshëm. Megjithëse duket absurde kur Veliaj prej shumë muajsh nuk është në detyrë dhe do të ishte thjesht për të lexuar një raport apo për të bërë show në radhës.